Punimet për rehabilitimin e rrugës në fshatin Pluk të Lushnjës që lidhin këtë zonë me autostradën Lushnjë-Fier po ecin me ritme të shpejta. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku gjatë inspektimit të punimeve atje theksoi se ky aksi shërben fermerëve dhe urbanizimit të zonës. Lidhjen jo vetëm midis njësive administrative, por edhe parcelave në të cilat punohet, por nga ana tjetër edhe për të gjithë lëvizjen e mallrave bujqësore, që ne e dim që janë ato oraret e pasdites që fillojnë grumbulluesit dhe i tërheqin, fermerët shkojnë drejt tyre dhe është e nevojshme që të krijohet gjithë infrastruktura e duhur. Projekti parashikon edhe vendosjen e ndriçimit trotuarëve dhe gjelbërimit. Duket thjesht si një ndërhyrje në infrastrukturën rrugore, bëjmë skarifikimet, pra të gjithë ndërhyrjet që bëhen në shpatullat e rrugës, ndriçime etj, por është e rëndësishme që aty ku ju arrini, pra në qendrat të zonat e banuara të njësive, të ketë një ndërhyrje të mobilimit urban. Rruga me një gjatësi prej 3 kilometrash po i nënshtrohet një rehabilitimi të plot, ndërsa punimet pritet të përfundojnë në shtator të këtij viti.